Në 24 orët e fundit ka pasur një përmirësim të ndjeshëm të situatës në të gjithë qarkun e Shkodrës, por sërish mbetet problematike njësia administrative anës së malit. Konkretisht unë janë vendosur në hyrje të fshatit Obot, ku prezenca ujit në rrugë është rreth 60-70 cm, duke e bërë të pamundur kalimin për mjetet e ulta dhe e vetmja formë për të hyrë në Obot është përmes mjeteve të ushtrisë. Niveli ujit në rrugën hyrëse të Obotit vijon të jetë i lartë, ndërsa në 24 orët e fundit sipërfaqja përmbytur është shtuar. Banorët shpresojnë që të mos ketë përkeqësim të situatës, ndërsa kërkojnë që të rishikohet ligji i digave. S'ka nuk ka frëshë se me 2 a kanë buna tokë. I do, dana. Tash ka frëshë 3 ditë e ata një mos të mos ujnë prap. Ata kur fal kryesisht. Ndash ta marr për sipër për mos ta marrin. Po këtu do të marr ata spakut. Ata më kanë bosan burra ata, marr të ato. Edhe me bë verifikimin, edhe me shikoj ligjin e digave. Se nuk ka ujë sot, e sot me plas azhiro zotit. Sa na drejtë me të tokë dërmit. Në zonat malore të qarkut të Shkodrës ka nisur rreshtet e Doborës, të cilat pritet të ndikojnë pozitivisht në uljen e prurjeve në kaskadën e lumit Drin, e si pasojë lirimin e rrugës që lidh Obotin me Shkodrën.